Shqipëria mban societet parlamentare të Mbledhjes Pagi. Zyrtarisht, 3.7 milion shqiptarë me të drejtë vote brenda dhe jashtë vendit do të vendosin se kush do ta qeverisë Shqipërinë për 4 vite të ardhshme. Rreth 114.000 zgjedhës kanë të drejtën e votës për herë të parë këtë të diel. Në rang vendi janë ngritur 5.225 qendra votimi. Se shkoi shumë mirë, as rrumuj asgjë, qetësi. Shumë korrekt, ishte shumë qetë, gjë shkoi shumë mirë. I qetë, shumë i qetë, shumë mirë. Ndërkohë, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, të drejtën e votës e ka edhe diaspora. Janë afro 245.000 shqiptarë që jetojnë jashtë territorit që janë regjistruar për të votuar. Nëse Partia Socialiste kryeson rezultatin, atëherë Edi Rama do të jetë zyrtarisht në mandatin e tij të katërt në pushtet. Nga ana tjetër, nëse rezulton fituese Partia Demokratike me aleatët, koalicioni Shqipëria Madhështore do të kishte një rikthim të liderit historik të Partisë Demokratike Sali Berishës pas 12 vitesh në opozitë. Të zgjidhen problemet, hallet e njerëzve. Kjo është e gjitha. Mos të vetëm gënjeshtra jomë. Boll deri tani se është populli shumë i lodhur. Pritshmëritë, kush jetë më e mira, le ta ndihmoj të siguroj pensionistët. Procesi shkoi shumë mirë. Megjithëse ishte burri shumë i smur, unë prap erdhëm të tij. Partia që të fitoj do të jetë në radhë parë për problematika që kemi në Shqipëri. Pastaj edhe në Evropë, se në Evropë kemi 35 vjet që ndrojmë dhe akoma duket shumë larg. Të zgjidhin hallet e popullit, ose të popullit t'i kushtojnë më shumë vëmendje, çfarë hallesh kanë, çfarë gjëra, çfarë mangësish. Në GAR janë edhe 9 subjekte të tjera për 140 anëtarët në kuvend. Qeveria që do ta lartësojë dhe nuk do të ketë thjesht mandatin për të qeverisur, por po ashtu përgjegjësinë dhe mundësinë historike për të venduar përgjegjësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.